a muj më falë me zinxhir apo majic, pra robë, që është me shqiponje edhe ka vizatu, e ka vendos flamurin. Te zinxhiri po du me e bo një sqarim. Nëse është vajzë, ban me majt zinxhir. Mashkullin nuk ban me majt zinxhir. Edhe nëse është argjant. Ta kuptojmë këtë. Prandaj themi vajza nëse man zinxhir edhe ka shqiponje në zinxhir, nuk ka problem, ban më fal me atë zinxhir. Edhe bluza apo majica ose trik ose këmisha. Nëse ka shqiponje këtu shenjën, shenja e flamurit nuk është shenje që ka ftyrë aty edhe është e vizatu me tamam shqiponje që me thonë se hynë atë kategorinë e robave të ndaluara me i vesh. Andaj, inshallah ta'ala, nuk ka problem nga kjo aspekt. Pra, nuk është figurë tamam e krijesave me shpirt, por është hyjezimi i shqiponjes me dy krena dhe nuk ka detaje. Nga kjo aspekt themi, inshallah ta'ala, lejohet.